Miq Prizmus. Sot, data 28 dhjetor, është edhe dita kur Kosova ka dhe zgjedhjet e saj. Në të vërtetë ka 1 vjet e gjys, ose më mirë të themi 2 vjet që një shtet i ri, i sapo formuar, me institucione të reja, një pjesë të madhe të tyre të kontrolluara nga ndërkombëtarët, sidomos me drejtësinë. Por ropatet duke mos pasur qeveri ka, po vazhdon në mënyrë të çuditshme në rrugullisje dhe sidomos në përdorim të pushtetit politik dhe ideologjik të Albin Kurtit, vetvendosis, dhe një opozite e cila sigurisht e lejon këtë duke mos u bashkuar. Kosova, miq Prizmus, ka një sistem zgjedhor të çuditshëm dhe të padrejtë. Të padrejtë sepse në 120 deputet që nxjerrin 20 në mënyrë automatike ju kalojnë pakicave kombëtare 10 dhe pakicës serbe 10 tjerë, në mënyrë automatike, të pameritueshme. Kjo detyron që, ose e detyron në një farë mënyre politikën kosovare, shqiptare, që një parti të fitoj mbi 60 deputet që të bëjë qeverinë. E sigurisht kjo ka qenë kërkesa dhe Albin Kurtit. Kosova në sajt të kodit zgjedhor që ka, të padrejtë, të shëmtuar, të ngritur nga ndërkombëtarët, vuan sot dyzimin e pushtetit, marrëzinë folk populiste, por nacional populiste, majtiste të Albin Kurtit, dhe një politik jo koherente të opozitës sotme, e cila në disa segmente ka fajin e madh të qeverisjes dikushme, të korrupsionit qeverisjes dikushme. Në disa segmente, jo në gjithë segmentet e saj. Por në aftësinë e dobët e shëmtuar që ka për të mos u bashkuar për të thënë Kurtit dil në opozitë. Dhe ky është një moment tragjik për Kosovën, sepse e lën zvarr në krijimin e institucioneve, e lën zvarr në buxhete, e lën zvarr në konceptimin e perceptimit që ka bota për të. E lën zvarr në sajt populizmit të shëmtuar që i shërben vetëm për konsum të brendshëm të Kurtit dhe të gjithë majmunatit të tij, sigurisht në bashkëpunim edhe me Gërvallën edhe me Vjosa Osmanin, dhe njëkohësisht evidenton qartë pandjeshmërinë e një opozite e cila duhesh me domosdoshmë bashkohesh edhe radhën ka kaluar, duke pasur numrat për të marrë shumicën. Kjo është një nga fatkeqësitë më të mëdha që mund të ndodhin një shteti i ri. Pastaj nacional populizmi dhe nacional majtizmi i shëmtuar i Kurtit dhe i Dejona Mihalit ka bërë që Kosova jo vetëm të ketë lëvizjen vetëvendose armiqësore edhe ndaj Shqipërisë dhe ndërkombëtarëve, por të zbrazit të gjithë helmet dhe rrugaqërinë në Facebook edhe në marrëdhënie që ka, si kundra Shqipërisë dhe kundra shumë elemente të tjerë që në të vërtetë nuk është se duan të jetojnë me njëja të tilla idiote të cilat sigurisht i bëjnë mirë për mbajtjen e pushtetit Albinit, po jo se i bëjnë mirë Kosovës në prosperitetin dhe përparimin e saj ekonomik, financiar, demokratik. Për të ndalur edhe kësaj radhe, po bëhen një palë zgjedhje tjera, të cilat zorse e shohin Albin Kurtin të shtojë pikë. Dhe kam frikë se do të jetë një impas tjetër i shëmtuar, sepse zorse mund të jetë opozita me pikë më të mira se sa herën tjetër. Mbase mund të jetë, por unë shoh një stagnacion të jashtëzakonshëm politik. Një stagnacion sepse nuk kanë pa propozime të karakterit divulgativ të përhapura që me të vërtet të bëjnë të mendosh thellë dhe të thuash, shiko, tash i kanë ra pikës, tash i duhet. As në Kosovë nuk janë më të zot të krijojnë jo forcë politike, po frymë e cila të largoj këtë të keqet madhe që ka kapur për gryke. Të keqen e madhe kushtetuese të një kodi zgjedhor
hibrid të shumtuar edhe që i bën keq Kosovës dhe kosovarëve, dhe i bën mirë sidomos atyre pakicave të pameritueshme, dhe njëkohësisht një momenti i cili kërkon një parti vetme të çndojë gjysmën e elektoratit, gjë që është pothuaj e pamundur, duhet një koalicion patjetër ta bëjë këtë punë, dhe që shpërndarja e madhe, ndarja e madhe ideologjike dhe politike midis vetëvendosjes edhe partive të tjera opozitare e bën të pamundur dhe krijimin e qeverisë. Pikërisht nga vetëvendosja e cila teorikisht e praktikisht ka më tepër vota në Kosovë. Ky është edhe momenti. Unë uroj që në dëshirën time, jo në analizën time i voton populli i Kosovës për këtë dojë. Do vetëvendosin, një pëlqen Deona Mihali dhe Albin Kurti, ato të vazhdojnë, bashkë me Vjosa Osmani. Ideja është që në qoftë se dalin partitë opozitare dhe kanë numrat, duhet bëjnë marrëveshje. Për ta çuar një herë për gjithmonë Albin Kurti në shtëpi. Duhet të shkojë në shtëpi dhe të fillojë dhe herë nga tragjizmat e tij, më keq se Sali Berisha këtu. Protestat, tymçet, marrëzit e tia, luftarake, gjithmonë mas luftën. Të shohim se do të dalin në votime, të shohim se si do të ndahen, dhe të shohim në fund krejt se çfarë do të bëjë klasa politike e Kosovës, shqiptarët atje, për të qeverisur Kosovën. Do presim deri në darkë.